Në Shkodër sot u përkujtua me një konferencë shkencore 100 vjetori i Kongresit të Manastirit, ku gjuhëtarët dhe adhetarët shqiptar përsaktuan alfabetin e gjuhës shqipe. Kjo ngjarje e rëndësishme i parapriu pavarësisë së Shqipërisë. Në këtë rast Bashkia e Shkodrës i dha emrin Kongresi i Manastirit njërës prej rrugëve të këtij qyteti. Korrespondenti ynë Pullum Sulo përgatiti këtë kronik. Konferenca shkencore kushtuar 100 vjetorit të Kongresit të Manastirit, mbajtur sot në Universitetin e Shkodrës, vlerësoi kontributin e gjuhëtarëve dhe adhetarëve shqiptar në artimin e alfabetit të gjuhës shqipe si një ngjarje e rëndësishme, e cila i parapriu edhe shpalljes së pavarësisë kombëtare. Profesor Tomor Osmani e cilësoi Kongresin e Manastirit si ngjarjen më të madhe pas lidhjes së Prizrenit. Ishte një fenomen i çuditshëm ku shqiptarët arritën të bashkohen dhe mas disa diskutimesh për një javë, ata së fundi me datën 20 nëntor të vitit 1908 miratuan dy alfabete, alfabetin Istanbulit me 5 ndryshime dhe alfabetin latin. Por është e rëndësishme të theksohet se qenë se alfabeti latin ishte më i përshtatshëm për gjuhën shqipe, ishte më i lehtë në përdorim. Shqipshonjat e jashtme kishin këto karaktere, atëherë alfabeti latin fitoi dhe sot ne kemi atë alfabet që është miratuar në Kongresin e Manastirit me 1908. Ndërkohë, disa prej studiosëve që morën pjesë në konferencën shkencore vlerësuan rolin e personaliteteve të tilla si Fishta dhe Gurakuqi në zhvillimin e punimeve të Kongresit të Manastirit dhe artimin e alfabetit të gjuhës shqipe. Në Kongresin e Manastirit, ose siç njihet edhe Kongresi i AB-s, Fishta u zgjodh në cilësinë e kryetarit të komisionit për hartimin e alfabetit, duke fituar 49 vota nga 52 të mundshme. Gurakuqi është tepër i shqetësuar për pengesat që ngrinin kry për të mos e mbajtur Kongresin e Manastirit. Prandaj u shkruan shokëve e miqve që të marrin masa për të eliminuar pengesat. Dhe fillim shekulli i ri në Kongresin e Manastirit fitoi mbi 2-0 të fillim shekullit që poniste. Në mes të kërkon të zjarrt të problematikave kohë, gjuhë dhe letësi kombëtare. Po sot Bashkia e Qytetit të Shkodrës në një ceremoni të veçantë i dha emrin Kongresi i Manastirit, njërës prej rrugëve të këtij qyteti. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.